Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndaluar përdorimin e ujit për pije dhe për çdo përdorim tjetër nga sistemi ujësjellësit në Gostivar, pasi një numër i pazakontë i madh i qytetarësh, plot 1200 persona brenda 4 ditëve kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Gostivarit, Dr. Ferit Murat, me simptoma të diareze të vjellave. Qasi tregova, parku, gjose. Ishte para disa ditëve, tash se dimi, na thonë që është në rregull. Unë bile edhe kompleta që merë ujtë, jo, sa o merë, ne ku e dimi ne si qytetarë s'dimi. Ne përdorim ujtë ble. Nuk ma merë mendja së. Simptomat i keni? Simptomat janë t'njejta, të ma pi ujtit, s'di që mund të këtë pëj, ujtë ndoshta ndo një limunat. Se përndryshe ne përdorim ujtë ble, gjithmonë e blejmë edhe mbajmë të blejmë shishe, frigorifer, dhe qërë poshtë atëjnë ka smor në atë ndërtes ku jemi ne. Shkaktari i epidemisë ende nuk është përcaktuar zyrtarisht, por policia dhe prokuroria pohëtojnë nëse gjendja është shkaktuar nga fakti se qyteti i Gostivarit, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellësi, kanë vendosur në mënyrë të paligjshme 3 pompa në lumin Vardar dhe i kanë lidhur ato me gypin kryesor që furnizon qytetin me ujë. Sipas hetimeve, pikërisht kjo ndërhyrje dyshohet të jetë shkaku i situatës së krijuar. Ekzistojnë baza dyshimi se ndërmarrja publike ujësjellësi në bashkëpunim me komunën e Gostivarit ka vendosur 3 pompa në shtratin e ujrave të zeza rrjedhëse, përmes të cileve është injektuar ujë drejt për drejt në gypin kryesor të ujësjellësit që furnizon qytetin. Ky aktivitet me sa duket është ndërmarrë me qëllim të rritjes së presionit të nërjet për shkak të mungesës së ujit të pishëm, me çka rrezikohet drejt për drejt shëndeti i qytetarëve të Gostivarit. Zërat që qarkulluan së fundmi për ndotjen e ujit kanë vënë në lëvizje institucionet në Gostivar. Drejtoresha Arta Asani sqaron se situata është nën kontroll të plot. Po qarkullojnë propaganda të ndryshme, të cilat me të drejtë kanë shqetësuar qytetarët. Sigurojmë qytetarët se ndërmarrja publike komunale kryen rregullisht analizat e ujit. Mostrat e marra deri më tani dëshmojnë se parametrat janë në përputhje me rregullat dhe standardet ligjore për ujin e pishëm. Gjithashtu, punonësit e ndërmarrjes publike komunale kanë monitoruar vazhdimisht terrenin. Mbrëm, në bazë të një njoftimi, prokuroria e shoqëruar nga të punësuar nga ndërmarrja publike komunale dhe përfaqësues të Institutit për Shëndet Publik dhe Qendrës për Shëndet Publik kanë marrë mostra për analizat, të cilat rezultatet e para kanë dalë që uji është i sigurt për pije. Qendra për Shëndet Publik, njësia rajonale në Gostivar, konfirmon se janë marrë mostra nga 4 pika të ndryshme të rrjetit të ujësjellësit. Sipas specialistit të higjienës, Dr. Berun Mustafa, analizat e kryera në fillim të javës rezultuan të pastra si nga aspekti fiziko-kimik, ashtu edhe nga i mikrobiologjik. Точно дека има зголем број на цревни заболувања во болниците во Гостивар. Po, është e vërtetë që ka një numër të rritur të sëmundjeve të zorëve në spitalet tona, përkatësisht në spitalin e Gostivarit. Ne si qendër për shëndet publik kemi për detyrë të zbulojmë shkaqet se nga vjen kjo. Do me thonë shkaku mund të jetë ujë, ushqimi apo sende të tjera pra si pasojë mosmbajtjes së higjienës. Prandaj për këtë arsye në këtë rast kemi rritur numrin e marrjes së mostrave të ujit dhe të ushqimit. Ndryshe morëm mostra të ujit edhe gjatë ditës së gjeshme, kështu që ato analiza ende nuk kanë përfunduar. Megjithatë nga mostrat e kaluara uji ka rezultuar i mirë. Do me thonë si nga aspekti fiziko-kimik ashtu edhe nga i mikrobiologjik uji ishte i rregullt. Nga Spitali i Përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar konfirmojnë se në repartin infektiv dhe atë të pediatrisë është vërejtur rritje e numrit të pacientëve që ankohen për diare, dhimbje barku, të vjella dhe temperaturë të lartë. Megjithatë, sipas vlerësimeve fillestare dhe pamjes klinike, mjekët konsiderojnë se bëhet fjalë kryesisht për viroza sezonale dhe deri më tani nuk është konstatuar lidhje epidemiologjike me ujin e pishëm. Këto 3-4 ditët e fundit kemi një fluks të shtruar të pacientëve, edhe ku janë trajtu një pjesë në repartin e pediatrisë, një pjesë janë trajtu në urgjencë, në njësinë urgjencës, edhe një pjesë janë trajtu në repartin e infektologjisë. Në total kemi diku 1100 pacientë. Për 3-4 ditë. Ashtu është frekuenca e pacientëve, simptomat e përgjithshme janë të përgjithshme, temperaturë, barkëqitje, diare, si thonë në gjuhën e mjekësisë, dhimbje barku, vjellje dhe një plogështi.
plagështirë në lodhje, ndjen pacientët. 3 analizat e fundit të ujit të ujësielëse të Gostivarit të realizuara gjatë këtij muaji nga Qendra për Shëndet Publik kanë treguar se uji ka qenë i pastër, i sigurt dhe i përshtatshëm për përdorim. Rezultatet e analizave më të fundit pritet të japin një pasqyrë më të qartë mbi situatën aktuale.